Ndalemi pak në çështjet e gjeopolitikës në këtë moment, zonja dhe zotërin, sepse ju e dini shumë mirë që prej kohësh një pjesë e mirë e globit ndodhet në konflikte në vatra të nxehta dhe nëse diku është në fazat qëndrueshme, siç mund të jetë futur për shembull në këto momente lufta midis Rusisë dhe Ukrainës, ka konflikte që janë më të lokalizuara siç është në Sudan, Yemen, në Gaza, ka dhe konflikte të cilat janë shumë më të nxehta, shumë më të ashpra dhe që indikojnë gjithmonë më shumë tregjet botërore, siç është konflikti më i fundit, Shtetet Bashkuara dhe Irani. Atje lufta nisi me zhvillime ushtarake fillimisht dhe duket sikur tani më është zhvendosur në tryeza diplomacie. Megjithatë, tregjet ndikohen, sidomos nga ajo se çfarë ndodh në ngushticën e Hormuzit. Un kam lidhje të drejtë për drejtë Xhavid Shalën, i cili është ekspert i çështjeve të sigurisë, me cilin diskutojmë pak për të rejat më të fundit. Mirëmëngjes, zoti Shala. Faleminderit që ndani kohën tuaj këtë mëngjes me ne. Mëngjes. Tani në 24 orë apo 48 orët e fundit, çfarë është me rëndësi të kuptojmë? Flasim konkretisht për konfliktin midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Ka diçka që na ka shpëtuar mes rreshtash? Ka një, ju e përmendet, është shans i mirë që palët u larguan nga luftat direkte, domethënë nga bombardimet e nga reagimet e tjera dhe ju hap përsëri rrugë diplomacisë. Pra për të ulur në bisedime. Bisedimet para rreth 2 javësh pas një maraton 21 orëshe nuk dhanë rezultate, u la bisedime pas një javë tjetër në Islamabad dhe ato nuk u realizuan dhe mund të themi që armëpushimi që ishte kryesorja u zgjat pa afat, pra u zgjat në mënyrë të njëanshme nga presidenti Trump dhe tashmë palët po negocojnë nëpërmjet palëve të treta, jo duke ulur në tavolinën e bisedimeve. Ajo që është e rëndësishme, mendoj që situata e konfliktit vazhdon të jetë një konflikt i përshkallëzuar, por i kontrolluar deri në këto momente. Pra, ndodhemi në fazën ku Irani ka bllokuar ngushticën e Hormuzit duke lejuar të kalojnë anije sipas kusheve të tyre, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bllokuar hyrjet dhe daljet në Iran, pra në portet e Iranit, importet dhe eksportet, sidomos eksportin e naftës. Pra, ndodhemi dy fuqit po përdorin të njëjtën, dy palët në konflikt, Shtetet Bashkuara dhe Irani po përdorin të njëjtën mënyrë veprimi, pra blokad njëri, blokad tjetri. Por blokada në total gjirit ngushticës së Hormuzit ka shkaktuar pasoja të rënda ekonomike për gjithë ekonominë botërore, por sidomos për ato vende të cilat furnizohen nga nafta që vjen nga vendet e gjirit. Dhe kjo ka bërë që të rritet presioni i këtyre vendeve. Gjithashtu shoh që Irani është përpjekur që të përfitojë kohë duke zvarritur bisedimet në mënyrë duke parë që Shtetet Bashkuara të Amerikës synojnë arritjen e një marrëveshje sa më të shpejtë. Pra, duke shfrytzuar këtë moment ata po zvarrisin në mënyrë që të detyronin Shtetet Bashkuara të Amerikës të pranonin kushtet e Iranit. Duket që tashmë ka një ndryshim të strategjisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe vetë presidenti Trump u shpreh hapur që ne kemi gjithë kohën e duhur për ta zgjidhur këtë konflikt dhe kushin kryesor atë të eliminimit të programit bërthamor apo të pasurimit të tij është kusht i parë dhe i panegociueshëm, është vija kuqe e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ndërkohë që kjo është një kërkesë në planin 3 pikësh që paraqiti Irani, pika para ose 3 fazësh, po e themi, faza parë kërkon një armëpushim të garantuar dhe ndalimin e luftës nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, por jo vetëm kundër Iranit, por edhe ndaj shteteve tjera që janë proksi të Iranit apo organizatave tjera. Si pikë të dytë ata pastaj kanë bisedimet për kanalin e Hormuzit, pra nuk thonë zhbllokimin e kanalit të Hormuzit, por bisedimet, pra edhe këtu ka fshirë diçka në rreshta dhe synimi në këtë rast është që ngushtica e Hormuzit të kalojë nën sovranitetin iranian. Ajo që nuk ka qenë në asnjë marrëveshje, ka qenë një linjë e hapur detare, tashmë ata synojnë që mos kthehet më siç ka qenë, por këtu kalimet kundrejt taksave, kundrejt pagesave të kontrollohen nga ana e Iranit, gjë që kjo nuk është e pranueshme nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërsa sipas të tretë, pastaj pas zgjidhjes së kësaj, sipas të tretë ata mendojnë pastaj që të fillojnë bisedimet për programin bërthamor iranian. Kjo më njëherë para 3 ditësh u hodh poshtë nga presidenti Trump, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë filluar
ka shtuar masat ushtarake, për të dhënë një mesazh që jemi për bisedime, po opsioni i luftës është përsëri në Turez. Megjithatë, zoti Shala, tre grupe sulmuese që janë. Po, megjithatë është interesante ky cikli nga shpërthimi i konfliktit, shpallja e pushimit dhe më pas rinisja e tensioneve përsëri, sepse kështu u mendua në fillim kur Donald Trump shpalli pushimin e përkohshëm dhe përsëri situata përshkallëzoi dhe precipitoi. Tani dy pyetje kam. A është zhvendosur kjo nga luftë ushtarake në luftë mirëfill tregtare në këto momente dhe e dyta, e sheh fundin e konfliktit të afërt? Për të përgjigjur pyetjes së parë, unë thash që është shans i mirë që është, domethënë, nga luftë kinetike, luftë me armë, tashmë është kaluar në një luftë, po themi në një fazë tjetër, ose se pasojë janë pushimit është vendosur një pushim pa fat deri në këto momente dhe por kjo nuk të dy palët kanë bërë bllokimin e ngushtisë së Hormuzit dhe kjo ka ndikuar në situatën ekonomike kudo në botë. Bllokada e Iranit ka bërë që të rriten çmimet e naftës nëpër botë, ndërsa bllokada amerikane për portet iraniane ka bërë është një kundërpërgjigje me të njëjtën monedhë, domethënë për ta detyruar Iranin që të pranojë negociata pa hyrë në luftë, pra të pranojë kushtet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por pa kaluar një fazë tjetër të luftës dhe në mënyrë që të jepet mundësi që të zhbllokohet sa më shpejt, të arrit marrëveshja, të zhbllokohet sa më shpejt ngushtica e Hormuzit për të bërë e disponueshme për gjithë ata që kanë nevojë për lëvizjen e mallrave apo për import-eksportet të gjithë vendeve, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për naft, por bëhet fjalë edhe për prodhime të tjera, për plera kimike, të cilat janë shumë të nevojshme për një pjesë e vendet të botës marrin pikërisht furnizimin nga këto vende. Pra, ndërsa kjo është situata, ndërsa për të thënë se a mund të ketë kjo të duket, palët janë ekstremisht larg njëri tjetrit në aspektin e marrëveshjes. Pra, ajo që kërkon njëra palë është vije kuqe për palën tjetër dhe edhe pse pretendohet e kundërta përgjithsisht në deklarata. Po, përveç deklaratave, me sa duket deri tashmë të dy palët po e ndjejnë që koha punon për to. Të dy palët po ndjejnë që janë fitimtarë dhe kjo e vështirëson pak situatën, domethënë për të ulur në tavolinën e bisedimeve. Kjo është arsyeja që Shtetet Bashkuara të Amerikës, krahas anës diplomatike, po përpiqen të japin mesazhin që janë gati të përdorin përsëri forcën para të rikthehen në luftë, janë gati duke patur mundësinë për të shkaktuar dëme tjera edhe për ta asfiksuar fare ekonominë qoftë naftës, por edhe ekonominë tjetër të Iranit. Dhe nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë filluar dhe këta një lëvizje diplomatike për të krijuar një koalicion shtetësh të cilët do të ndihmojnë dhe do marrin përsipër menaxhimin e ngushticës së Hormuzit. Edhe kjo është një lëvizje e re amerikane, edhe po synon këtë edhe ka dhënë një udhëzim presidenti Trump për gjithë ambasadorët kudo që janë në botë që të bashkëpunojnë me qeveritë për të dhënë mundësi krijimin e një koalicioni. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës tash pak me vonesë po u kujtuan për krijimin e një koalicioni të domosdoshëm për të menaxhuar ngushtica e Hormuzit. Mund të themi që situata deri tashmë nuk ka dritë jeshile nga asnjëra palë dhe nuk është çudi, domethënë që megjithëse të dy palët nuk e dëshirojnë kthimin në luftë, por një konflikt i tillë ku të dy palët nuk e dëshirojnë konfliktin në luftë, konfliktin apo kthimin në luftë, por që njëkohësisht nuk janë zgjidhur problemet për cilët filloi kjo luftë, mund ta kthejë ata në një konflikt të ngrirë që mund të vazhdojë, ai konflikti i ngrirë në moment mund të shpërthejë si pasojë provokimeve apo qoftë si incidenteve. Pra është një problem shumë i madh, domethënë. Po, zoti Shala, dhe ndikimet janë të drejtë për drejta në tregjet botërore, kemi ndjerë dhe ne deri këtu në Shqipëri sigurisht, sepse çmimi i naftës, paktën atë se çfarë thonë të dhënat e orëve të fundit, ka kaluar edhe cakun prej $120 për fuqi atje. Dhe nëse e lidh pak edhe me luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, kujtojmë rritjen e çmimit grurit në ato kohë që sigurisht solli impakt menjëhershëm tregun
e ushqimeve. Tani, të gjitha këto zhvillime mund të sjellin një konfigurim të ri të tregjeve botërore, çmimet e reja të përhershme më pas? Absolutisht, ju e përmendet mirë rastin në luftën Rusi-Ukrainë që por atëherë për rreth një muaj se konflikti ishte izoluar, nuk është se nga Ukraina dhe nga Rusia kishin furnizime, po e themi një pjesë e madhe e botës siç kanë tashmë nga vendet e gjirit persik dhe u rikonfigurua tregu, shtetet europiane ndërprerën tërheqjen e apo edhe si pjesë e luftës, domethënë vazhduan bllokadën ndaj Rusisë dhe u siguruan burime tjera furnizimi, por kjo tani është pak më ndryshe si situatë. Kur kjo situatë po ndikimi sidomos tek çmimet, po ndihet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila nuk furnizohet nga vendet e gjirit persik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë nga ato që prodhojnë dhe eksportojnë vetë naftën. Por duke qenë se si pasojë kësaj krize, një pjesë e konsiderueshme e vendeve po drejtohen drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës për furnizimin me naftë. Kjo ka bërë që të ngrihen çmimet e naftës, eksportit të naftës në Shtetet Bashkuar të Amerikës, por çmimet e eksportit amerikan, ato kompanitë amerikane kanë filluar domethënë të rrisin edhe për tregun e brendshëm dhe kjo ka rënduar gjepat e qytetarëve amerikanë dhe ky është problemi. Kjo është arsyeja që presidenti Trump 3 ditë më parë bëri një takim po i themi me kompanitë kryesore në Shtëpinë e Bardhë në mënyrë edhe për të informuar për një zgjatje të kësaj bllokade, por siç duket edhe për të negociuar diçka që të gjithë pasojat, domethënë mos i kalojnë taksapaguzëve ose mos i kalojnë qytetarëve amerikanë, sepse kjo ndikon direkt tek presidenti Trump, tek MAGA, baza e partisë dhe tek zgjedhjet e ardhshme. Kam pyetjen e fundit, zoti Shala. Dua, nëse mundesh, heqim dot një paralele midis armëpushimit që shpall Donald Trump për konfliktin me Iranin dhe atë që bën Vladimir Putin, luftën midis Rusisë edhe Ukrainës. Putin ka deklaruar që në datën 9 maj, megjasa do të kemi një armëpushim përkohshëm, si një ditë edhe simbolike për shkak të fitores mbi fashizmin, kështu shprehet presidenti i Rusisë, por që kanë të përbashkëta këto lloj armëpushimesh apo janë thjesht në vlera simbolike? Unë do ta vlerësoj pak ndryshe problemin e kërkesës së Putinit për armëpushim për datën 9 maj, për ditën e fitores apo të luftës patriotike që quajnë ata. Kjo tregon, domethënë kjo kërkesë e presidentit Putin tregon që përfundimisht lufta me Ukrainën ka filluar të ndjehet në thellësitë e territorit rus. Dhe kjo është një kërkesë e detyrueshme e presidentit Putin, pasi ata i druan një sulmi Ukrainës edhe gjatë paradës ushtarake. Dhe kjo është arsyeja që paraprakisht krahas kërkimit të një armëpushimi një ditor, ata e kanë reduktuar në kufit minimal paradën, ato paradat që ishe pjesë e propagandës së madhe të Putinit për fitoren mbi fashizmin, e kanë reduktuar vetëm në lëvizjen e trupave toksor këmbësore, pra vetëm parakalim këmbësorie dhe një demonstrim në ajër. Për raketa, tanke, gjitha këto, ata i kanë minimizuar nga frika e goditjes nga ana e Ukrainës, dronëve Ukrainës. Kjo do të thotë nga ana tjetër që lufta e Ukrainës, atë që bëri Rusia që sulmoi Ukrainën, ukrainasit arritën tashmë ta çojnë luftën edhe brenda Rusisë, edhe në thellësi, edhe në ekonominë ruse. Pra kemi tashmë një Ukrainë që po rimer veten në aspektin e rezistencës dhe jo vetëm të rezistencës, por edhe duke sulmuar dhe po e ndjen veten që po tashmë kemi asnjë palë humbse dhe asnjë palë fituese. Dhe kjo më duke shpresuar në këtë situatë mund të çojë në uljen në tavolinën e bisedimeve. Lufta e konsumit e kanë quajtur ndryshe, strategjinë ushtarake që të palët përpiqet të dobësojnë njëra tjetrën derisa të shkojnë në dorëzim. Unë të falenderoj shumë, jam në limitet e kësaj bisede, të falenderoj shumë për kohën tënde dhe analizën sot për situatat gjeopolitike. Janë zhvillime që jo dita ditës, po ora orës pësojnë ndryshime, kështu që edhe ne do të jemi vazhdimisht duke i trajtuar këtu në programin ton. Të uroj një ditë të mbarë dhe fundjavë të mbarë gjithashtu, zoti Shala. Faleminderit. Eci me programin, në rubrikën e radhës, do të flasim për një temë shumë interesante në fakt, kush është i apasionuar pas motorave, do të shohim pak se çfarë aktivitete zhvillojnë ata të cilët janë të apasionuarit e Vespës. Me sonjë pas pak, shohim aktivitetet.